Karta ku që janë këto të falsifikume, pa data, pa vula, pa shumë. Ku të shmarë prona jote? Aty, ku është marrë të shi, që dalin këto të një. Aty është e pyjores, nuk ka lidhje me tokat e fermës, me ligji 7501. Katrori mall i verdh është i gjyshit, edhe jo, me një këshu, ka hik. Ka dhe shumë tjera në këto. Qa metra në total të kanë ikur? Dikute 11.600 kanë qenë tonat, po. Si mas të rezist... 11.600 metra? Po. Po sa këti aktualisht në këto 11.600? Aty të shpia, as dy nuk kanë ngellë, që dalin në emër të gjithve. 2.000 në emër të gjithve, ju? As dy nuk kanë ngellë, se i kanë darë. Si i kanë bërë me legalizim, i kanë morë daja. Si kanë qenë reagimet e institucioneve ditën e djeshme? Besoj policia, prokuroria? Zero policia mori ato deklarimet. Në ora 1 ca që mund të kemë qenë në komisariat aty, gjerëm 5 darkës. Unë i godit në kokë, trullos. Më shumë vojnë qytetarë që denoncojnë se sa rrezik palën tjetër do ke nikë për para mije të pi kafe. Nuk e di, nuk jam ndjen një Po, ha mendoj. duke pa si zhvillojnë ngjarjet se to kanë ardhur sigurt. Dali jap dorën me Por ku e gjenë, se jam kurios, ku e gjenë që të... Po ti shohësh vizat e verdha? Po, janë tokat e fermës. Këtu duken, po. Vizat e verdha janë tokat e fermës. Katrori kuq ka pasjen gjithmonë shtet. Katrori vogël është 2000 metra, shtëpia e gjyshit e vjetra, edhe atë kemi marrë katrorin e mollë me gjysh fakti. Aty është bojo Adriatic Golden Resort si e kasën, nuk jam në Terezina emra. Atë ka rujt teze, ka shit burrit vet sikur ja ka shit nona me gjyshin, edhe ashtu si e kam bërë me këto letrat e 7501, prap nuk kam firmos gjithë antarët e familjes. Tani shtëpia ime është ajo atje, mes të kuqes. Tash na del dahaja pronar me këto letrat. 7501 falso. Po ta vesh men, ja ku janë 7501 te vizat e verdha. Duke dhe nga përmasa. Duke dhe nga përmasat. Kurse këto janë blok, nuk janë me rrypa. Tash ku ta zgjidhin. Recep. Janë marrë diku te 4 hektarë edhe. Më duhet të ribëj pyetjen. Prokur dhe si ja kemi llon atëherë. Më duhet të ribëj pyetjen. Nga mendon se buron gjithë kjo fuqi e këtyre njerëzve për të ndryshuar plotësisht pronësinë e një toke dhe të ndryshosh pronësinë e tokave në Shqipëri, edhe kur i ke tuat mezi e bën, jo më kurse është edhe jo. Unë nuk dal foto as me Olgerta